Prokuroria Themelore Publike në Tetov ka lëshuar urdhër për kryerjen e procedurës hetimore kundër dy personave për të cilët ekziston dyshimi i bazuar se kanë qenë bashkëkryerës në rrëmbimin e dy personave, njëri prej të cilëve ishte fëmijë. Sipas prokurorisë së Tetovës, mëngjesin e 5 majit, dy të dyshuarit rrëmbyen qëllimisht një person, duke e tërhequr zvarr me forcë nga krahët dhe supet dhe më pas e futën me forcë në veturën e tyre BMW X5. Në automjet, ata i sulmuan fizikisht njërin, duke i goditur me grusht në kokë dhe në fytyrë dhe duke i kërkuar që të identifikonte personat që i morën parat vajzës së njërit prej të dyshuarve. Nga prokuroria e Tetovës njoftojnë se personi i friksuar nga sulmi fizik dhe goditjet identifikoi dy persona dhe adresat ku mund të gjendeshin. Kur të dyshuarit nxituan të kërkonin dhe të pyesnin për të parin prej tyre, i dëmtuari arriti të largohej nga automjeti i tij dhe ta raportonte incidentin në polici. Po atë pasdite pranë ndërtesës së gjykatës themelore në Tetov, dy të dyshuarit rrëmbyen edhe një nga personat e përmendur, një fëmijë 16 vjeçar. I mituri u fut gjithashtu me forcë në makinë. Filluan ta godasin me grushta dhe kërkoi të dinte pse e kishte rrahur vajzën e njërit prej të dyshuarve. Ata i morën celularin të miturit dhe detyruan ta hapte për të lexuar mesazhet. Më pas e nxorën nga automjeti në një parking dhe vazhduan ta rrihnin me grushta dhe një shufër hekuri. Në një moment i mituri arriti të arratisej dhe të raportonte ngjarjen, thuhet në njoftimin e lëshuar nga prokuroria e Tetovës. Nga prokuroria e Tetovës kanë bërë të ditur se ekziston dyshimi bazuar se me këto veprime të dyshuarit kanë kryer dy vepra penale, rrëmbim personi sipas nenit 141 të kodit penal, njëra prej të cilave është forma më e rëndë e rrëmbimit sepse është kryer ndaj një të mituri. Duke patur parasysh se janë përmbushur bazat ligjore, prokurori publik i paraqiti propozim gjyqtarit të procedurës paraprake të gjykatës themelore në Tetov për caktimin e masës së paraburgimit për të dy të dyshuarit, respektivisht 56 vjeçarin me iniciale XD nga fshati Gajre dhe LD 52 vjeçar nga Tetova.